Të nderuar shikues, u rikthyem në studio me personalitetin e ditës për sot. Sot do të flasim për një temë shumë të bukur, një tjetër sukses, një tjetër të arritur. Do të flasim për sportin. Shkëndija e Haraçinës është kualifikuar në ligën e parë. Dhe sigurisht që ky sukses historik, padyshim që shkon edhe për vetë trajnerin e këtij klubi, është nder dhe kënaqësi që në studion ton sot të flasim për këtë sukses historik dhe sigurisht edhe për veprimtarinë e tij me trajnerin e klubit të futbollit Shkëndija e Haraçinës, profesor Berati Meri. Përshëndetje profesor, mirë se na erdhët. Mirësi u gjeta, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë që na keni nderuar, ju përgëzojmë për këtë sukses historik dhe ju dëshirojmë edhe shumë suksese të tjera tani më në ligën e parë të Shkëndijës së Haraçinës. Fillimisht unë dua të ndalem në atë që për juve si trajner apo shefi i stafit teknik, çfarë paraqet ky sukses që Shkëndija e Haraçinës të jetë në ligën e parë? Po sukses historik pikëpari për klubin, për arsye se pas 49 viteve të ekzistimit të klubit është hera e parë që klubi i Haraçinës do garojnë ligën e parë, do me thonë kjo na bën krenar që ne jemi pjesë e atij suksesi. Normal meritat shkojnë gjithmonë për futbollistët, ato janë aktorët edhe faktorët kryesor të këtij suksesi. Normal kryesia e klubit me mbështetjen cilët va kanë dhënë apo me afrimin e atyre futbollistëve, pas asaj tifozët tanë apo tifozët më të flakë të atij klubi çlirimtarët cilët kanë qenë lojtari 12 i jonë gjatë gjithë kampionatit, edhe normal ne si pjesë e stafit teknik kemi merita për arritjen e këtij suksesi. Na bën krenar që me një klub si Haraçina do e provojmë ligën e parë, do e shijojmë ligën e parë, kemi festu, kemi shiju këtë sukses dhe tani na pret një punë shumë më e madhe se sa në ligën e dytë. Po. Si keni arritur ta menaxhoni le të themi stresin gjatë presionin gjatë këtyre ndeshjeve për të arritur deri në ligën e parë? Ka qenë vështirë, ka qenë sfiduese për juve kjo si trajner? Po vetë profesioni i trajnerit është profesion shumë stresues. Kam lexuar diku që një ndër, do me thonë, profesioni dytë më stresues në botë është profesioni i trajnerit. Këtu flasim edhe për trajnerat e futbollit, edhe për trajnerat e basketbollit, do me thonë vetë profesioni është shumë stresues, po ne vetë kemi zgjedhur dhe mundohemi që sa më pak të kemi kështu situata. Por vetë futbolli është i tillë ku çdo ndeshje e ke sfidë, çdo ndeshje e ke ta tregojës veten, ne u mundohem që edhe gjatë kampionatit të inkuadrohemi direkt në ligën e parë. Mendoj se edhe të jem i sinqert, ne merituam inkuadrimin edhe nëpërmjet kampionatit. Do me thënë kemi bërë 2 gabime me Bellasicën në fushën tonë, kemi dalë 0-0 edhe pse kemi luajtur shumë mirë pjesën e dytë. Aty fati nuk ishte me ne, pastaj bëm një gabim tjetër në kundër Osogovës ku ishim me rezultat 1-0 për ne, pësuam gol minutën e fundit. Edhe ati nuk kishim fat. Pastaj njëjta situatë na ndodhi edhe me Bregalnicën në Shtyp, avansoni me 0-1, një penalti, do të thoja e pa qenë, referi akordoi, edhe krejt këto situata të cilët unë e mendoj që nuk kishim fat në atë ndeshjen kryesore kundër Pelisterit. Ne kishim fatin me vete, kishim ndihmën e të madhit Zot, edhe mendoj ndonjëherë futbolli ti merr, do pastaj edhe neve na dha futbollin atë ndeshjen vendimtare. Po, përmendet që puna e trajnerit është punë shumë stresuese, gjithmonë me presion, por megjithatë është pak për t'u habitur si fakt, sepse sporti në fakt është antistres. Pasioni i sportit duhet të jetë antistresues, kurse tek trajnerët realisht është kjo ndjenjë stresi gjithmonë gjatë ndeshjeve. Gjithmonë ka stres, tani ne i dim rrethanat financiare si funksionojnë këtu te ne, se në Evropë, ato kanë stres, por të ardhurat e atyre janë marramendse në krahasim me të ardhurat tona. Dhe të jemi modest në mënyrën se si funksionon futbolli këtu te ne, ndonjëherë nuk ja vlen, por përveç se kemi profesione, kemi edhe pasione dhe kjo na bën krenar edhe atë stresin cilën ne kemi, na bën ndonjëherë edhe ai stresi është pozitiv. Pozitiv, u stres nështë. Megjithatë, cilët profesor kanë qenë ato sfida, ato se vështirësit me cilët jeni përballur për të arritur deri këtu ku ka arritur Shkëndija e Haraçinës? Problemi më i madh ka qenë, unë nga marsi këtij viti kam qenë trajner i Haraçinës, do me thonë 3 muaj e gjysmë diku. Infrastruktura është problemi kryesor në përgjithësi i futbollit këtu në vendin tonë. Tani në momentin
muajin e parë apo muajin e dytë kemi ushtruar me një fusë në Konjare atje e cila nuk ishte e duhura për të bë stërvitje kualitative, por me angazhimin apo me disiplinën apo me dëshirën e futbollistëve ja arrinim qëllimit disi të kalojmë këto vështirësi. Pastaj pas muajin e fundit kemi ushtruar në një stadium pak më të mirë se sa ky i Konjarës, në Maxhari këtu në Boris Trajkovski, aty fusha më e mirë, kushtet më të mira për të punuar, edhe pse stadiumi nuk ishte ideal për nivelin e ligës dytë, nuk flas për nivelin e ligës parë, por krejt këto sfidat ne i kemi bë që të na duken pakës më të lehta për arsye se qëllimi jon ka qenë vetëm liga e parë dhe mendoj se këto sakrifica të cilat i kishim gjatë rrugës ne i përballuam dhe ja arritëm qëllimit në fund. Po, nëse nuk gaboj gjatë ditës së djeshme keni rinënshkruar kontratën për të vazhduar trajneri i këtij klubi. Çfarë ju ka motivuar që të qëndroni edhe më tutje në këtë klub? Ndoshta ky suksesi ligës së parë tani që do të jeni? Normal që suksesi më ka motivuar që të vazhdoj me Haraçinën, por mbi të gjithë ndjeja obligim moral që atë dashurinë cilën e kisha apo e përjetoja nga ato njerëz cilët ishin brenda klubit edhe nga publiku, kjo më shtyri më shumë që të vazhdoj edhe një vit kontratën time. Janë njerëz shumë bujarë, do të thoya, njerëz shumë mikpritë si që kemi zakon edhe ne shqiptarët, edhe kjo më tepër më ka bërë që mos i rishikoj oferta tjera e përsërisë ndjej obligim që t'jap maksimumin edhe një vit t'i arrim objektivat me klubin. Por roli i tifozëve dhe i shoqërisë në përgjithësi si ka ndikuar në shumë pozitiv, them drejtën në ndeshjen e fundit në Kavadar, ashtu emocione, ashtu gëzim të ato njerëz cilët e duan klubin, me të vërtet unë i kam përjetuar vetëm me Shkëndijën e Tetovës në ato vitet më të hershme, do të thoya. E duan shumë klubin nga gjeneratat e vogla, nga gjeneratat e mesme dhe njerëz të mësuar, do të thoya, njerëz shumë me emocione, shumë me dashuri ndaj klubit dhe përkraja atyre ka qenë jashtëzakonshme gjatë këtij rrugtimi deri në fund. E kemi parë edhe në rrjetet sociale këto emocione kaq të bukura, pra nuk besoj që do të kishte dikush nga Haraçina dhe jo vetëm që nuk kishte postuar për këtë sukses kaq të madh të klubit. Po megjithatë gjithë këtë arritje, kujt do kishit dashur që t'ja dedikoni? Normal, tifozët janë ata të cilët e meritojnë këtë sukses. Do me thonë këtë pritje 49 vjeçare, kjo shkon ekskluzivisht për tifozët. Normal edhe për gjithë njerëzit, kryesi e klubit, gjeneratat e vjetra cilët kanë kontribu për klubin, ish lojtarët, mendoj se këtë ky sukses u dedikohet atyre. Mirë, po tani, cilat janë synimet e juaja në ligën e parë me Shkëndijën e Haraçinës? Unë edhe dje gjatë bisedës me kryesinë e klubit, informova ato se qëllimi kryesor i klubit tonë duhet të jetë mbijetesa. Nëse ndodhen diçka më mirë se kjo, ne do ta pranojmë me dy dua. Por duhet shkojmë hap mbas hapi, mos shpejtojmë, mos kemi pretendime jo reale dhe besoj që nëse kemi qetësi, nëse u japim mbështetje ashtu si duhet futbollistëve, mos ju bëjmë stres, mos ju bëjmë presion, unë mendoj se Shkëndija e Haraçinës do luajë një rol shumë të rëndësishëm në ligën e parë. Megjithatë, të ndalemi edhe pak tek karriera juaj dhe veprimtaria juaj. Si do kishit dashur që ta përshkruani filozofinë tuaj si trajner, që pru klubin deri në këtë sukses, po megjithatë edhe në përgjithësi në karrierën tuaj edhe të mëparshme? Pa normal tani motoja e çdo trajneri është disiplinë. Pa disciplinë, pa përkushtim, pa mbështetje nuk mund të arrijnë këto rezultate. Edhe pse nuk duhet të egzagjerojmë gjërat, ne kemi bërë një sukses, normal, të respektueshëm, por filozofia ime është gjithmonë të respektojmë kundërshtarin, të respektojmë futbollistët cilët i kemi, të respektojmë punën, të respektojmë klubin, edhe mbi të gjithë të respektojmë edhe vetveten. Unë jam optimist që nëse këto parime cilët i përmenda arrim ne t'i zbatojmë edhe në praktik, unë jam optimist që edhe në ligën e parë do jemi
do jemi një befasi e këndshme. Realisht është një pyetje që ndoshta edhe juve shpesh ju bëhet edhe të disa trajnerë tjerë shumë cilësor, por edhe tek ju e kemi vërejtur. Në momentin domethënë kur shënohet gol, edhe i gjithë tifozët në fakt të festojnë, ju si trajner nuk është se keni shumë eufori në ato momente. Pse ndodh në fakt kjo? Pa shife do ndërlidhem me këtë çka e thatë ju, ne me Pelisterin bëjmë golin minutën e 55. Po. Do me thonë, gjithë publiku feston, gjithë pankina feston, gjithë stafi aty vetëm unë jam i qetë duke menduar se çka do ndodhë gjatë atyre minutave pastaj. Përveçse se ka edhe shumë lojë. Po. Edhe ne jemi aq të zhytur në lojë sa që nuk ke kohë që edhe të festojsh, mendojsh për zhvillimin e radhës, mendojsh për ndrimet që duhet bëhen gjatë atyre minutave, mendojsh për kundërshtarin, se kundërshtari ishte një skuadër shumë kualitative. Unë them drejtën, Pelisteri nuk e meriton ligën e dytë që nga kualiteti i lojtarëve, që nga struktura e klubit, që nga organizimi i klubit, por ja, futbolli për këtë arsye është interesant, edhe ne gjithmonë ne trenerat mundohemi të jemi më të kontrolluar gjatë emocioneve të shënimit të goleve. Ajo varet edhe nga karakteri i njeriut, ka trenerë cilët i festojnë, nga trenerë cilët janë ma të përmbajtur. Unë ka momente kur i festoj, për në shumicën e rasteve jam ma i përmbajtur. Shumë e bukur në fakt, kjo shumë profesionale është vërejtur edhe në trajnerët e ekipeve të mëdha botërore, që disa nga trajnerët që janë më cilësor e kanë vërejtur që nuk festojnë në atë moment, po pastaj sigurisht që kur fitojnë klubi edhe festohet. Megjithatë, profesor, nëse flasim pak për karrierën tuaj, për rrugtimin tuaj në këtë drejtim, si ka nisur rrugtimi juaj në futboll dhe çfarë ju ka motivuar në këtë drejtim, që sot jeni sigurisht edhe profesori edukatës fizike, në anën tjetër edhe trajner, edhe sportist? Jam rrit me futbolin, e kam dash shumë futbolin, thash, për momentin përveç se e kam profesion edhe dua shumë edhe kam edhe pasion. Unë futbolin them drejtën jam i gjeneratës 79, po i mbaj mend botëroret nga vitin e 10, botërore kur u zhvillua në Itali, dhe nga ajo periudhë jam gjithmonë me futbolin, jam rrit duke parë Fadil Vokrin, të ndjerin legjendën e futbollit ton. Jam rrit duke i shiquar Maradonën si fëmijë, dhe ato kanë qenë ndoshta dy futbollistët cilët unë si fëmijë i kam dasht edhe më shumë. Pastaj duke u zhvilluar, duke u rritur, kam nisë si trajner te Renova me U18, diku 2011. Aty kemi punuar bashkë me ish trajnerin tim Ismail Sulejmani, Smaja, një emër i njohur në futbollin tetovar. Pas asaj kalova të Shkëndija e Tetovës me grup mosha të reja U18, U19, ku arritëm shumë suksese bashkë me kolegët e mi, bashkë me ato futbollistë shumë të talentuar, cilët janë sot edhe baza e futbollistëve të ekipit të parë të Shkëndijës së Tetovës. Pas asaj kisha një periudhë të shkurt në korabin e Dibrës, atje kalova një periudhë shumë të shkurt, po shumë të mirë, kam ende shumë miq në Dibër. Pas asaj përsëri u riktheva në Shkëndijën e Tetovës, ku patëm një paraqitje në Europë me të rinjtë të Shkëndijës, ku luajtëm kundër Hajdukut të Splitit. Pas asaj kisha një periudhë, do të thoja, mjaft të mirë dhe mjaft të suksesshme me Voskën në Ore, dhe me Voskën arritëm të kualifikohemi në ligën e parë. Dhe atë vit konkurenca në ligën e dytë ka qenë shumë e fortë. Në atë vit ligën e dytë garonin Vardari, Pelisteri, Gostivari me sponsor shumë të fortë, ishte Ohri, ishte Besa e Dobërdollit. Edhe atë vit që arritëm qëllimit që të inkuadrojmë Voskën ligën e parë, dhe pas Voskës pata një epizod të shkurt në Besën e Dobërdollit, ku gjërat nuk shkuan ashtu si duan. Janë gjëra normale në futboll. Donjëherë ke rezultate pozitive, ndonjëherë rezultate negative. Edhe për momentin ki sukses me Shkëndinë e Araqinës që na bëri krenar të gjithëve. Megjithatë, si keni arritur, profesor, që deri më tani ti motivoni lojtarët, të vlerësoni disiplinën tek ato, të ndërtoni një disiplinë, le të themi, tek lojtarët? Ka pasur në një mënyrë të veçantë, teknikë të veçantë? Ekstrem diçka jo. Kemi pat një grup të futbollistëve, do të thoja, me karakter shumë të mirë. Me disa prej atyre futbollistëve kisha punuar edhe më herët. Jam tipi trenerit i cili më tepër dëshiroj të punoj me futbollist pak më të ri, edhe këtu kemi pat shumë futbollist të ri,
që i njihja edhe nga koha kur punoja të Shkëndeja Tetovës me disa futbolist, si për shembull Lamallari, Tërpçevski kisha punuar edhe më herët edhe përvoja atyre na kanë ndihmuar shumë gjatë këtij rrugtimi. Edhe normal, në këtë drejtim nuk kemi pat probleme se motivimi ka qenë të inkuadrohemi në ligën e parë edhe të jemi pjesë e këtij suksesi apo pjesë e kësaj historie. Po, profesor, nëse flasim për futbollin vendor, si e shihni zhvillimin e futbollit vendor në vitet e ardhshme? Meqense se keni një përvojë të jashtëzakonshme, keni arritur shumë suksese, besoj që jeni kompetent për të folur edhe për këtë pjesë. Po i flasim gjithnjë këto problematika, problemi më i madh në vendin tonë është infrastruktura, duke e ditur se edhe kushtet klimatike nga nëntori deri në mars apo deri në prill ne i kemi me treshura, të shiut edhe të borët, edhe kjo është një ndër problemet më kryesore për zhvillimin e futbollit. Pas zgjedhjen e këtyre problemeve, unë mendoj se do e kemi të vështirë që të presim diçka më shumë se sa kjo që ndodhen. Edhe pse gjatë verës së kaluar Shkëndeja Tetovës bëri një rezultat historik në arenën europiane, kemi disa klube cilët janë organizuar më mirë, edhe Shkëndeja Tetovës, edhe Vardari, edhe Struga, edhe Sileksi më janë veç klube më stabile në ligën e parë, edhe Tikfeshi është aty, është një klub gati 2-3 vite në ligën e parë, klub serioz. Mos harrojmë edhe suksesin e Arsimit, i cili nga liga e dytë arriti inkuadrimin në ligën e parë dhe aty tregua një stabilitet të duhur, edhe mendoj se këto janë ekipa të cilët do kenë përsëri fjalën kryesore në ligën e parë, por besoni pa përmirësimin e kushteve për punë, pa përmirësimin, nuk flas për stadiumeve për lojë, flas për problematikën e kushteve për stërvitje. Nëse nuk zgjidhen këto probleme, do e kemi shumë vështirë të presim diçka më tepër se sa kjo. Po, profesor, ju pak më herët përmendet që më tepër preferoni të punoni me të rinjët. Cila do të ishte ajo porosia juaj për të gjithë ata të ri ambicioz që duan të merren me futboll apo të hyjnë në këtë rrugëtim? Normal, puna është ajo që gjithmonë sjell rezultate dhe t'jenë me këmbët në tokë, t'jenë me ambicie shumë reale, mos pretendojnë diçka të cilët nuk mund të arrihet. Ne gjithmonë e marrim shembull Cristiano Ronaldo, i cili është një ndër futbollistët më të mirë në histori, por ai me punë ka arrit gjithë këto gjëra, edhe pse nga 1 milion një ka ndodhur që të arrit këto suksese. Punë, disiplinë, përkushtim, angazhim, edhe unë mendoj që modestia është një nga elementet shumë të rëndësishme në këtë aspekt. Profesor, ishte nder dhe kënaqësi shumë e madhe që sot të ju kishim në emisionin tonë. Ju dëshirojmë shumë suksese dhe sërish ju mirëpresim në emision me suksese të reja. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Faleminderit. Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin e ditës, ndërkaq ju vazhdoni të qëndroni edhe më tutje me programin tonë.